synohet asnjë lloj përsëritje e salamandrave të famshme, ku bëheshin diku ligjet elektorale, dhe asnjë lloj diskriminimi i askujt. Përkundërzi, synohet konsensus i plot, synohet gjithëpërfshirje, synohet një reformë në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët e vendeve nga më të zhvilluarat, europiane, dhe njëkohësisht dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë që vendi të ketë një reformë administrative territoriale që do t'i shërbejë të paktën për 20-30 vitet që vijnë. Ky ka qenë i vullneti i shprehur të kaluarën nga Partia Demokratike, kur ka qenë shumicë dhe nuk e ka patur votat për të bërë një reformë të tillë. Ka qenë edhe shumë më parë i angazhimi i Partisë Socialiste, ka qenë edhe i forcës sonë dhe i gjithë forcave politike. Tani është koha që ne të punojmë së bashku, ndaj dhe përshëndes dhe njëherë iniciativën më të fundit për një komision parlamentar konsensual me 2 bashkëkryetarë, një nga mazhoranca, një nga opozita, me numër të barabartë të anëtarëve, që të filloj punën me njëherë në këtë drejtim. Dhe kjo gjë duhet bërë patjetër sa më shpejt brenda këtij sesioni, në mënyrë që reforma është ajo e drejtësisë që duhet bëhet. Të bëhet një reformë e cila të japi drejtim gjithë reformave. Natyrisht që kjo kërkon konsensus dhe gjithëpërfshirje. Natyrisht që kjo kërkon përgjegjësi dhe jo pasion politik të çastit. Kjo kërkon një bashkëpunim midis gjithë forcave kryesore politike, por kjo reformë nuk mund të jetë pranë vetëm me politikanëve dhe qoftë edhe vetëm me parlamentit, por duhet të jetë një reformë ku të bëhet pjesë edhe shoqëria